Thoj ke momentin që e shohin tatuazhin tënd, unë du me di që është Ibrahim Krekovaleci. Artisti e ka punu kështu në detaje, a i ka pas vetë dëshirë me... Të përshijet më duket edhe në ekran. Ka pas shumë dëshirë me bo si dhurat ndaj meje, edhe ju ka kushtu shumë rëndësi krej detajeve. Stresi organizimit mund të theme që nuk ka qenë edhe shumë i madhë, sepse kur kom diskutu për shambull me ndonjë vajzë që është bërnuse, zakonisht gjithmonë vajzat janë ato që stresohen, edhe unë jam person stresus, bajage, por që në organizimin e dasmës nuk kam qenë shumë stresuse, biles kam qenë aqe qetë, sa që krejt shoqëria jam, pasaj edhe shoqet e mija të ngushta, thojshen Lea, hajde ma, bëj sa në të gati, se edhe një muje gjysë ke mu martu, a e ke vendos fustanin, a nuk e ke vendos halua fustanin, unë e kisha ende ashtot si 50-50, nuk e disha asë qëfar fustani, dilemat, edhe gjithë gjë e kam zgjedhë kështu si me thonë moment fundit, po unë mendoj që këto sane janë kur t'i len edhe moment fundit, është aqe mirë, po dhe aqe keqe, po për mu m'kan dimu, sepse jam person ma stresus, edhe nuk kam qenë kështu në qatë ko shumë që jam stresu për organizim, kështu që gjithë shka ka shku vaj, kështu që shtojnë, ka shku gjithë shka mirë, por që unë e rekomandoj gjithë qifë që me ndonë me u martu, edhe mos me u stresu, me e shiju edhe procesin e organizimit, sepse edhe procesi e organizimit është shumë i mirë, është një ndjenjë shumë e veçantë, kështu që gjitha ta që duhem se jo më zboj një darsma dhe fesoj me njerëzit më dashur. Kur dalim të darsma, po du pak me u rikthy të pjesa ku foljem do shtate për emocionet e cilat pavarësisht të bukra, në një anën tjetër kanë qenë pak të pakontrollueshme, po flas specifikisht për momentin që vetë se bisedum hyrjen e artistit Sabri Feyzullahu në dasëm, pak më herët edhe tregum për detajin që ai ka qenë një shok shumë i mirë i gjyshit tën, edhe këto pikërisht po du me u ndal në data të tilla, në festa kur kemi ndërtet tona më të veçanta, apo më duket sa është gëzim, janë edhe ato emocionet që na mungojnë njerëz që fatkeqësisht nuk i kemi afër, sa ke stresuse më andej që ke pjesa, që me i mbaj gjithçysh emocionet sa i përket mungesës gjyshit. Ne kemi qenë shumë të stresuar në momentin para se me hy në salë. Po pasaj kur dodhi edhe surpriza, unë për vete u blokova, qëndrimi shpërthej në lot, mirë për të, sepse u shliru. Unë u blokova tëra, kështu krejt u shtanga, sepse nuk e prita heq. Kështu nuk më ka shku mendja. Për me të rikëthin do shta në kohë, ka qenë në bisedat e tua dhe gjyshit kjo ditë, kjo dasëm? Normalisht që po, edhe biles unë e di gjyshi nuk e kanë njoftu asë njëherë asë qëndrimen, edhe qëndrimi shumë shpesh më thotë, si nuk e takova njëherë, sepse normalisht edhe qëndrime e kanë njoft nga ekrani gjyshin, por që nuk janë njoftuar kështu personalisht, edhe e di që e ka edhe aj një breng. Po edhe sidomos unë e kam breng akoma më të madhe që gjyshi dhe qëndrimi nuk janë njoftu kështu përso afërmi, por ajo është gjithmonë në zemrën time, nuk e lëshoj asë njëherë nga zemra ime, kështu që atë natë ishte shumë emocionuse, si që tharë, sepse e kujtova akoma më shumë edhe e ndjeva prezencën e ti. Kështu që unë e falenderoj pa mas dhe me zemër Agjën Sabrim. Po du pak me undalë se jemi krejt në fund edhe tek pjesa e tatuazhit, është një tatuazh shumë i veçantë, cilin të e mbanë. Edhe definitivisht është një prej tatuazheve ma të bukura të punume. Unë sa e resha, gjithmonë thëm, wow, e punume në detaje. E punume në detaje dhe artisti e ka punu kështu në detaje, a i ka pas vetë dëshirë me... Të përshijet më duket edhe në ekran. Ka pas shumë dëshirë me bo si dhurat ndaj meje, edhe ju ka kushtu shumë rëndësi krej detajeve, edhe e di që më kujtojt ajo dit, thoj ke momentin që e shohin tatuazhin tënd, unë du me di që është Ibrahim Krekovaleci, se qatë shumë i ka kushtu rëndësi edhe mimikave të ti, kështu që unë e kam gjithmonë leno trupër edhe në zemër gjyshin, kështu që ajo është i pandashëm nga ne.